Policia e Kumanovës është duke hetuar mbi dyshimet për abuzim seksual dhe cenim me materiale intime të një 16 vjeçares nga një fshat i komunës Ilikovës. Sipas informacioneve të Alsat nga burime brenda policisë, në rrethana jo zyrtare kemi mësuar se një 16 vjeçare është cenuar me muaj të tërë nga disa persona për favore seksuale dhe favore financiare. Personat që po dyshohen janë të moshave të ndryshme. Për këtë rast është arrestuar një person, ndërsa për identifikimin e të tjerëve po punohet akoma. Më 2 janar, policia e Kumanovës ka arrestuar 31 vjeçarin me inicialet NA nga fshati Slupçani, komunës së Likovës. Dyshimet për arrestimin e tij bazohen në kërcënimet që i njëjti ka bërë një vajzë të mitur se derisa nuk i jep para, do t'i publikon fotografitë eksplicite. Në dyshime janë përfshirë të paktën 17 persona. Denoncimi, sipas informacioneve jo zyrtare, është bërë nga babai i së miturës me inicialet të SJ, banues në një fshat të komunës së Likovës. Sipas denoncimit të bërë, verzioni për të cilën akoma është duke punuar policia, keqpërdorimi i së miturës dhe kushtëzimi i saj për interesa financiare është bërë që nga muaji qershor i vitit të kaluar. Sipas kodit penal për veprat penale, cenim apo kushtëzim me para ose favore seksuale, parashikohet burg deri në 10 vjet. Dënim edhe më i madh parashikohet kur vepra kryhet nga një grup i personave.